Federata Shqiptare e Futbollit ka zbuluar lëkurën e përfaqësuesës Kuqezi për finalet e Europianit. Në ambientet e Hotel Tirana është organizuar një event enkas për të prezantuar fanellën e re të skuadrës tonë kombëtare. Sponsori teknik që për hir të së vërtetës dijej për disa kohësh, nuk do të jetë më firma e njohur Adidas, por kompania italiane Macron, me të cilën institucioni drejtues i futbollit shqiptar ka firmosur një kontratë 6 vjeçare, nga ku do të përfitojë 4 milionë euro. Bluzja e re e kombëtares është krejtësisht e personalizuar dhe në qendër të saj dallon stampimi i shqiponjës dy krenare, ndërkohë që në brendësi gjendet i shkruar vargu motivues ti Shqipëri më jep nder, i shkëputur nga poema Bakti e Bujqësi e poetit rilindas Naim Frashkri. Dizenju është kryer nga dizenjatori Lon Bakalli. Fanella e dytë do të ketë ngjyrë të bardhë, ndërsa e treta do të jetë krejtësisht e zezë. Pra praktikisht nuk ka ndryshuar asgjë për sa i përket ngjyrave. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka vlerësoi bashkëpunimin me firmën e njohur italiane, me augurin që kjo bluzë e re t'i sjell fat kuqezimve në Francë. Futbollistët realizuan atë që mund të realizojnë në fushë, realizuan ëndrrën tonë, ëndrrën e gjithë shqiptarë për të na dërguar në Francë. Ne kemi për detyrë që t'i veshim apo t'i trajtojmë ata për të qenë një ekip vërtet dinjitos dhe për të qenë të përqendruar për të luajtur futboll dhe për të pasur rezultate pozitive. Kjo bluzë është një bluzë e limituar që do të prodhohet dhe do të luhet vetëm në kampionatin evropian Francë 2016 dhe nuk do të jetë më, por eliminatorët e botrorit do të ketë një bluzë tjetër. Më uroj shumë që jo vetëm bluza, e gjithë uniforma dhe gjithçka ne do bëjmë ti na afroj sa më shumë në rezultate pozitive, të na mbaj sa më gjatë në Francë, pse jo deri në fund. Skuadra jonë përfaqësuese do të zbrecë për herë të parë në fushën evropian më datën 11 qershor kundër Zvicrës.